Mirëmbrëma, të dashur miq, të rinj e të reja, student e profesionist të rinj. Ka ngelur shumë pak kohë deri në orën 7, por ka kohë sa të duash që ju të votoni. Lini librat nëse jeni duke mësuar, merrni pak minuta pushim nëse jeni duke punuar. Lini kafenet, parqet e çfarë do jeni duke bërë dhe votoni. Votoni, votoni, votoni. Ne të rinjt e të rejat kemi më shumë për të humbur apo fituar nga kjo votë se kushdo tjetër. Prandaj, mos e lini këtë vendimarrje në dorë të tjerëve. Bëni detyrën tuaj qytetare. Votoni, sepse kjo votë është për të gjithë ata që duan një Shqipëri europiane e të mundësive. Dhe ju kujtoj, edhe pse koha është e shkurtër, nëse ju arrini në qendrën e votimit deri në orën 7, askush nuk ju ndalon dot që të ushtroni të drejtën tuaj të votës. Prandaj nxitoni dhe mos e humbisni këtë mundësi. Dhe gjithashtu një thirrje e veçantë kam për çunat dhe gocat e Vlorës. Sot Vlora ishte kryeqyteti i gjithë botës. Qindra miliona shikues të Giro d'Italia patën sot mundësinë të shohin transformimin e Vlorës. E pra, tani që të gjithë mund të lëvizin lirisht në qytet, e që gara mbaroi, nxitoni drejt qendrave të votimit për të hedhur një votë dhe mos harroni, pavarësisht orarit, për sa kohë jeni aty, e ka njerëz në radhë, në qendrat e votimit ju do të mund të votoni. Nxitoni edhe këto 20 minuta që kanë mbetur. Faleminderit.